Sepse ndihma e Zotit kur vjen në tokë, vjen në dy mënyra. Vjen direkt pe Allahut, edhe vjen përmes dikujt tjetër. Për shembull, ti e ke një problem në jetën e bote. Edhe i lutesh Allahut, o Zot kështu, o Zot ashtu. Edhe Allahu ta pranon duan për më ndihmu. Ai nuk zbret në tokë më nxjerr ty pe krizës. Ti krijon kushtet përmes njerëzve. Ta çon një shkak, ta çon një sebeb. Ta çon një argument në jetën e bote. Ka se prit hishtit vjen dikush në ndihmë. Edhe realizohet atë që ka dorë Zoti më drejt shumë. A kur të vjen direkt pi Zotit, drejt për drejti, është meselë e madhe. Ajo vjen përmes mënyra ndryshme. Vjen përmes tokës, e dridh tokën Allah. Edhe ndron komplet situatën e tokë. Çon preshër, shi shem. Pastron gjithçka, mbyt gjithçka. Qysh ka mbyt në kohën e Nuhut alayhis. Kur i ka thonë Nuhi alayhis Allahu azza wa jall, inni maghlubun fantasir, me 3 fjalë Nuhi alayhis me ka lut Allah. Ka thonë o Zot, ka mujt e keqja. Inni maghlubun fantasir, dhe tash kam nevojë për ndihmën tënde, ama jo në tokë, sepse në tokë më lan keq. E la gruaja vetë, la fëmia vetë, lan keq Nuhi. Allahu dhul Gjelal thot njëhi tash sekundat. Dhe këshyre që vjen ndihma Zotit më drejshëm, për qintat sekundit uji e ka kalu pikën më të madhe të tokës.